Ndalesa që disa vende të Bashkimit Evropian u kanë bërë specave, nektarinave, kremit të fistekut me origjinë nga Shqipëria, por edhe disa produkteve të Maqedonisë së Veriut e Slovenisë kanë ngjallur dyshime edhe te qytetarët e Kosovës për atë se çfarë po konsumojnë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë dy partnerët kryesor tregtar të Kosovës nga vendet e CEFTA-s. E qytetarët druajnë se produktet e ndaluara në BE mund të jenë prezente edhe në tregjet kosovare. Ka të edhe mallra me afat skaduar, por ndonjëherë bëjnë edhe rikuperim të vetë tiketave të mallrave. Pra atë është përgjigje me siguri Ministria e Bujqësisë dhe ajo është e cila cakton që mos kena dyshime shumë. Në minave me bujqësi për para ku mbjellë borë që temene. A disa për vete, jo për kështu biznes. E di që ishte kom rritë edhe që shë, se ka dhaj se pishe, po ka për shamëll një domotë vojit 1 kilogram. Aja në korrit për natyres, po rritë me pëcedite, me aty sanet. Dyshimet për cilësinë e produkteve nga vendet e rajonit i shprehin edhe disa tregtar në kryeqytet. Voli ka mësuar dhe klientat që me mball nga Bashkimi Evropian pas shumte. Por atë arsye si na punon nga Shqipëria fare. Ne ju kupon thirrje da uket, që me bënë kontroll më rigoroz në kufi për shembull se do pas bolli Shqipërisë, për shkak se kem dyshime që ka mball me pesticide. Ata që importojnë mall nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit nuk pranuan të flasin rreth dyshimeve për cilësinë e mallrave. Sistemi RA SFF i Komisionit Evropian njofton për ngarkesat me produkte që ndalohen shkaku i dyshimeve për cilësi. Në mesin e tyre figuron edhe ndalesa për mielin e grurit me origjinë nga Slovenia. Por në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës thanë se pas verifikimit është konstatuar se nuk ka import të asnjë sasie të miellit të grurit me llojin e paraqitur aty. Sipas agjencisë, në tregun kosovar nuk ka prezencë as të produkteve që janë ndaluar nga vendet e Bashkimit Evropian. E disa tregtar thonë se produktet vendore janë më të sigurta. Edhe ki kretë vendore, kretë janë shumica janë natyrale, disa janë të cera, apo janë kretë vendore produkte, çmimi i volet shumë i tyne. Por prapa kamerave, disa nga ta pranojnë se ato nuk kontrollohen nga askush, ndryshe thonë Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Sipas këtij institucioni, edhe prodhimet vendore kontrollohen rregullisht sipas planit nacional të inspektimeve, që trajton çështjen e sigurisë së produkteve bujqësore vendore. Aty merren mostrat e të gjitha llojeve të prodhimeve vendore dhe dërgohen për analiza laboratorike, kryesisht për përcaktimin e mbetjeve të pesticideve, me qëllim sigurimin e mbrojtjes së konsumatorit dhe garantimin e sigurisë ushqimore. E raporti i Komisionit Evropian për vitin e kaluar ka theksuar se burimet financiare dhe njerëzore të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës mbeten të pamjaftueshme për zbatuar legjislacionin e BE-s që ka të bëjë me sigurinë ushqimore.